Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Doni të zhdukni rrudhat, përdorni këtë recetë me aloe vera dhe do shpëtoni si me magji. Plakja është një proces i natyrshëm që nuk mund të ndalohet. Shenjat e para të plakjes dhe vinë me rrudha të lehta kryesisht rreth zonës së syve, buzëve dhe ballit dhe këto vinë si pasojë e humbjes të kolagjenit që mban bashkë strukturën e qelizave të lëkurës. Ndërkohë, sipas informacioneve, ndërsa plakja nuk mund të ndalet plotësisht, janë disa trajtime natyrale të cilat mund të përmirësojnë pamjen e lëkurës sonë. Ne këtu do t'ju sjellim një krem tërësisht natyral i cili do t'ju vijë juve në ndihmë për të zhdukur rrudhat dhe është parë si shumë efektiv për shumë gra anë mban botës. Sipas ekspertëve, përbërësit që juve duhet të përdorni janë një banane, një domate, një lugë çaji gjel aloe vera. Si të përgatisni ju këtë krem? Largojeni lëvorën e bananes dhe prijeni atë në pjesë të vogla. Më pas, largoni faret nga domatja dhe shtrydheni lëngun e domates në sasi prej 2 lugësh çaji. Këtë lëng hidheni në copat e prera të bananes paraprakisht dhe më pas shtoni xhelin aloe vera dhe përzieni mirë. Krijoni kështu një masë homogjene të cilën ju mund ta vendosni në fytyrën tuaj me shumë ujë të ngrohtë. Ndërkohë, ekziston edhe një maskë tjetër natyrale e cila mund t'ju vijë juve në ndihmë për të zhdukur rrudhat. Për këtë do t'ju duhen vetëm 15 minuta. Kosi nuk është vetëm një produkt i shijshëm dhe plot vlera për të konsumuar kudoherë, por janë pikërisht këto vlera të cilat përmirësojnë shëndetin e lëkurës nëse ju e përdorni atë si një maskë, pa nevojë për t'i shtuar asnjë përbërës tjetër. Kosi kthehet në maskën më ekonomike, por me përfitime të mrekullueshme. Vitamina dhe mineralet të cilat gjenden pikërisht tek kosi. Ka një arsye pse kosi i jep lëkurës së fytyrës një rigjallërim dhe një shkëlqim të menjëhershëm. Sipas të dhënave, janë pikërisht këta përbërës të cilët ndikojnë në shëndetin e lëkurës. Zinku është i njohur për vetitë e tij anti-inflamatore, nxit gjithashtu rigjenerimin e qelizave të lëkurës, si edhe balancon gjëndrat yndyrore të cilat mund të shkaktojnë krijimin e akneve. Ndërkohë, nga ana tjetër, të gjithë ne e dimë se kosi përmban kalcium. Ky mineral është përgjegjës për hidratim dhe parandalimin e përtharjes së lëkurës. Vitamina B nga ana tjetër bën të mundur mbrojtjen e qelizave të lëkurës nga radikalet e lira si edhe nxit prodhimin e yndyrave të shëndetshme. Acidi laktik është një nga përbërësit më kryesor të kosit, i cili gjendet në shumicën e produkteve të lëkurës. Ai funksionon si një agent kundër rrudhave dhe plakjes së lëkurës, por veprimi më kryesor i këtij acidi është parandalimi i prodhimit të enzimës tirosinaz, e cila nxit prodhimin e melaninës. Kështu, lëkura juaj do të jetë më e bardhë dhe më e pastër. Si të përdorni kosin për lëkurën? Mjafton që një filxhan kafeje ju të hidhni 2 deri në 3 lugë gjelle me kos dhe më pas ta përzieni atë derisa të formohet një pastë e mirëfillt. Më pas merreni dhe vendoseni atë në fytyrë duke treguar kujdes në mënyrë që të mbuloni të gjitha zonat problematike si edhe qafën. Ne ju këshillojmë që ndërkohë që lyeni fytyrën dhe ta masazhoni atë me lëvizje rrethore për të nxitur edhe qarkullimin e gjakut. Kosi do të fillojë të ngurtësohet pas 5 minutash duke krijuar kështu një maskë të mirëfillt. Lëreni për 15 minuta dhe më pas mjafton të njomni pak duart me ujë dhe përsëri ta fërkoni fytyrën derisa shtresa e kosit të thërmohet.
Kështu, ju largoni qelizat e vdekura dhe papastërtitë të cilat janë akumuluar në porët e lëkurës gjatë ditës. Kosi gjithashtu përmban baktere të cilat luftojnë që të gjitha papastërtitë e mbledhura në lëkurë nga kontakti i saj me faktorët e jashtëm. Gjithashtu ju do të parandaloni krimin e akneve edhe si rezultat i infektimit të porëve nga papastërtitë. Më pas, shpëlajini lëkurën tuaj me ujë të bollshëm dhe fshiheni lehtë me një peshqir. Nëse ju keni një lëkurë të yndyrshme, është me patjetër e këshillueshme që të përdoret çdo ditë për të patur rezultat. Ndërsa ata të cilët kanë lëkurë të thatë mund të përdorin 2 apo 3 herë në javë këtë maskë. Ndërkohë, në ndryshim nga pjesët e tjera të trupit, fytyra është ajo e para e cila pëson veprimin e radikaleve të lira, rrezeve të diellit, por njëkohësisht edhe përbërësve toksik të cilët gjenden në ajër. Në këtë produkt kozmetik, gjithashtu me kalimin e viteve, ajo humbet elasticitetin dhe shfaqet në rrudhat e para në lëkurë. Për këtë arsye, ne do t'ju propozojmë një super maskë e cila vepron më shpejt se çdo trajtim botoksi. Për të përgatitur maskën me këtë efekt shtrëngues, ju nevojitet një vezë, një luggjell e vaj argani, një kapsul vitamin C ose 15 pika lëng limoni dhe 10 pika vaj esencial temjani. Rrijeni fillimisht të vezën dhe shtoni një nga përbërësit e tjerë. Këshillohet që vitaminën C ta lini për në fund, pasi veza dhe vajrat esencial janë lidhur me njëri tjetrin. Pasi ta keni përzierë mirë, ruajeni në frigorifer për të paktën 24 orë. Mund të filloni ta përdorni që nga dita e nesërme. Mjafton që ta lini të pushojë jashtë frigoriferit për 30 minuta dhe më pas mund ta aplikoni direkt në lëkurë. I gjithë sekreti i kësaj maske qëndron tek përbërësit e saj të cilët ne do t'i shpjegojmë në vijim të kësaj video. Veza është një minjerë vërtet vlerash ushqyesish si proteina, hekur, magnez, vitamina B2, B3, B6 dhe B12, A, D dhe E, zink dhe kalcium. Të gjithë këta përbërës e ushqejnë lëkurën tuaj, nxisin prodhimin e elastinës dhe gjithashtu parandalojnë veprimin e radikaleve të lira, si edhe kanë një efekt shtrëngues. Nga ana tjetër, vaji i arganit është i pasur me shumë antioksidant, acide yndyrore, olein dhe linoleike, të cilat e bëjnë lëkurën tuaj më të shndritshme dhe njëkohësisht të hidratuar. Vitamina C, e njohur ndryshe si acidi askorbik, rigjeneron fytyrën tuaj, eliminon gjithashtu qelizat e vdekura, eliminon njollat kafe dhe parandalon shfaqjen e rrudhave. Vaji i temjanit me të drejtë meriton që të quhet mbreti i vajrave. Ky vaj është përdorur që në kohët e lashta si një vaj shumë esencial, shumë i çmuar dhe i vyer për cilësitë e tij. Ai ka në përmbajtjen e tij përbërës me veti antiinflamatore dhe me veti antioksiduese të cilat rigjenerojnë lëkurën tuaj. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj.
Faleminderit.